ti? Si shkon? Mirë jemi të thonë. Mirë botë zoti. Kujdes, mande, kujdes. Kujdes se kohë shkolla. Kjo është siç është shkruar. Kjo është një mësues në tërmet. Hajde thuje këtu. Kanë ardhe e kanë po, Po? edhe i tha nuk të akuzohen, a e le. Është me një fmi 10 vjeç po të ashti. Dhe nuk i dhanë asnjë lloj Asnjë lloj ndihme. Urdhoni. Edhe jashtë ata shofsh, është i sa muri komplet. Kanë shpërnda për mira militant, socialist, 15-20.000 euro, po thuj se pa dëmtime ose me dëmtime shumë më të pakta se këto. Pra, këta kanë da parat e rinërtimit, kanë luajt me fatkeqësinë e njerëzve duke nda para njëri me tjetrin. Tani, urdhoni, shifni damet, shifni atje, të gjitha këto nuk meritojnë sipas bashkisë Durrësit asnjë lloj mbështetje, asnjë lloj subvencioni, asnjë lloj mbështetje. Pra një qendrim në të cilin dëshmon shumë qartë se parat për rinërtimin e tërmetit ndahen nga zyrtarët dhe nuk u jipen atyre që u takojnë për shkak dëmtimeve që kanë pësuar. Merr fund kjo politik, me datën 11 maj do të votoni. Kësaj politike kemi qenë gjithmonë. Kësaj politike kemi qenë gjithmonë, qish në libër. Po, unë ju falënderoj dhe ju shpreh mirënjohjen më të thellë dhe ju garantoj se kjo politik pas 11 maj do të përmbys gjithë të situatë dhe do ta kthejë atë në një mbështetje të merituar për të gjithë qytetarët që kanë probleme me banesat e tyre për tërmetin, për gjitha pensionet, nuk do ketë pension. Pension 100.000 lekë. Ai që merr 100.000 do marr 200.000. Nuk do ketë pension në Shqipëri nën 200.000 lekë. Nuk do ketë shqiptar që do marr nën 200.000 lekë. Ai që merr 100.000, që merr 120.000, që merr 160.000 do marr 200.000. Dhe me këtë ne japim një lehtësim ekonomik, një frymarrje njerëzve që mund të jetojnë diçka më ndryshe. Do të japim një kartë konsumatori quhet ajo, me cilën do marrin TVSH-n e ushqimeve mrapsh. Do u kthehen janë rreth 450 euro në muaj. Mishnor soni kum rritë shëndimin e deri më sot e kum rrit jetima. Heroinja. Kum rrit 8.000 jo, e di, po 8.000. Të shpreh nderimin tim më të madh. Heroinë e vërtet. Por ta vazhdojmë të betejë, të fitojmë dhe ta shndrojmë këtë program në një program që ndryshon jetën e të gjithë shqiptarëve. Inshallah zoti. Deputet të ri që keni tani, që do keni pas 11 majt, do merren çdo ditë me problemet tuaja, me problematikat tuaja. Sot ka një parlament që për cilin qytetari nuk ekziston. Ju e keni vurë vetë, i cili është i shkputur nga realiteti. Jetojnë në luks. Unë njëherë ju thash atyre për çantat ato u tërbun u zemrun me mua dhe kërcyn. Unë u thash një të vërtetë se nuk është politikani, rroga politikanit nuk i lejon të zhytet në luks, po edhe sikur t'ishte, një politikan nuk pasionohet pas luksit, duke di se qytetarët e tij jetojnë në kushte krejt tjera. Kurse aty e bën sigar, sikur të ishte një parlament, një sallon mode, dhe pastaj të gjitha breshrit kundra meje se jo na fyve, jo na bën stas asnjë fjalë, vetëm thash se këtu po bëhet si parad mode. Po se kanë parë këtë realitet. Nuk ekziston ky realitet për. Nuk e njohin këtë lloj bote. Ku i ke fëmijë? Po fëmijë. Si ka dalë ka më rrugën e vet. Ka më rrugën e vet. Po kisi janë këto? Po, do bëjmë gjithçka që edhe ata të kthehen të punojnë këtu.
Këtë gjë ta ndërtojnë jetën nga e para këtu, prap. Atë se di Zoti i moft. Zoti i moft, dakord, po do i ndihmoj na kthehen se i duam këtu. Na duhen të vinë këtu, që të punojnë dhe ta çojnë përpara Shqipërisë. Zoti i moft. Faleminderit shumë. Faleminderit. Më pafshim. Kjo është rruga. Kjo se shohim. Kjo është rruga. Bashkia dhe të elektrikut se kush e ka ose firma. Edhe kanë lënë ashtu në rrugë. Kemi denoncu media, situata rri po ashtu. Për momentin është sekuestruar nga Spaku, nuk mund të kryen punime. Kompania. Komplet punimet janë sekuestruar nga Spaku. Në qese për gjithë të aferet që janë kryer aty, prandaj ato rruga është e bllokuar për momentin. Ka probleme si me pjesën e ujit pishëm dhe kanalizimeve. Këtu dihet legjenda famshme 5 dos Durrësit, që çuni e babës, baba ja jep kunatit, dhe kështu ka funksionuar këtu. Por edhe problemet me OSHA-n, që po të shihni këtu po bën një problem shumë të madh për komunitetin. Orëmt është i hapur, gabinat janë mes rrugës, për fëmijët shumë problem për rrezik realisht për jetën. Përmbytja pastaj këtu është kryesore, ne kemi çuar në Spak, kemi në Spakon, pasi hidrovori i ri jo vetëm se nuk punon, por ata vazhdimisht, domethënë, nitin ndezin edhe krijojnë situata që u krijuan edhe në janar, duke qenë se investimi është bërë rreth $20 milion. $20 milion për 20 hidrovorin. për një hidrovor. Hidrovori, po, E kemi hidrovori çuar i në Spak, e kam çuar unë personalisht Spak. Edhe nuk punon. Nuk punon. Po, kujdes. Rruga ka nisë 2021-shin, mas zgjedhjeve qendrore, dhe që atëherë nuk ka përfunduar, as 50% e punimeve nuk kanë përfunduar. Tani, ju lutem 1 minutë këtu. Pra këtu. Ndëgjojeni pak për zhavorin dhe asfaltin elektoral. Tu ka nisur direkt mas zgjedhjeve qendrore të 2021-shit nisi kjo rruga dhe nuk ka përfunduar akoma 50% e punimeve, nuk ka asnjë tabelë që të tregoj kur nis dhe kur do të mbaroj. Nuk janë sistemuar ende ujërat e zeza, nuk ka asnjë plan apo projekt. Tubacioni e ujëve të pishëm që janë ka të dyja krahët janë të dëmtuara dhe po prisnin që të bëhesh një rinovim. Këtu kabujt elektrik do shikojmë, kjo kabina është në mes rrugës, nuk është bërë akoma asnjë lëvizje dhe punimet kanë ndaluar, nuk dihet kur do përfundojnë. Meqenëse do ikim edhe pak më poshtë, janë disa shtëpi që nuk janë dëshpërbyer ende dhe nuk kanë marrë asnjë bonus qiraje që janë zhvendosur. Janë diku tek 11 shtëpi. Dhe nëse shikoni drejt doktor, aty është ajo shtëpia që ka bllokuar rrugën. Është dëmtuar edhe nga tërmeti, nuk ka marrë as para nga tërmeti, po as nuk e kanë spostuar për shkak të rrugës. E kanë lënë kështu punimet siç e shikoni dhe ju vetë tani. Ne kemi denoncuar disa herë edhe publikisht. Kemi bërë protesta këtu. Edhe protesta të vazhdueshme. Ky problem këtu në kjo zona është që në vitin 2016-2017 që është ngritur zëri. Përveç se kësaj, ky projekt nuk parashikon asnjë vend parkimi. Domethënë, duke mos i dhënë zhvillim fare zonës, edhe dikush që do të bëj Elektriku shi Kjo është. kabullat elektrik. saati, nuk është spostuar ende. Që nga 2021 jemi në 2025-ën, për pak muaj bëjmë 4 vjet. Bashkë shëljet. Edhe ju. Të falenderoj shumë. Inshallah ti e merr herë kështu këtë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit për ti që kjo këtu. Shikoni se çfarë bën vjedhja dhe korrupsioni. Për të mashtruar për vota, kanë filluar punimet dhe i kanë lënë në mes prej 2 vitesh. Për 4 Prej 4 vitesh. Urdhro se si është
rrjeti elektrik në një kohë kur mafiozi, drejtori mafioz i Keshit, në vend se të investoj për rrjetin e ri elektrik në zonë, merret me organizimin e mafjes së votave edhe mafjes së ndërtimit të mafjeve tjera. Urdhoni, se zor të gjesh një vend të tilla, më thonë. Se çfarë kërcënimi bën për banorët ky rrjet në këtë formë. Se si lihet rruga 4 vjet në mes. Por e tëra dëshmi e mafjes së Durrësit, mafjes lokale të Durrësit. Sako është një Erion Veli edhe një gjush në miniatur. Jo në miniatur, me pantallona, jo në miniatur, se më shkau goja. Me pantallona. Absolutisht. Sako bashkë me gjushin kanë një lokal atje te Kodra e Kuajve, bëjnë takime me bandat kriminale dhe u japin udhëzime, po unë u them atyre se në mënyrë absolute çdo implikim në proces elektoral do ta paguajnë me çmime